Jemi rikthyer në Breaking, do të diskutojmë në këto momente për situatën në Kosovë, në Ballkan, por edhe në Ukrainë. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këto momente diplomatin e njohur Syl Lukshini, gjithashtu bashkë me ne do të jetë edhe një mik i përhershëm i Breaking, profesori i shkencave politike zoti Nexhmetin Spaiu. Mirëmëngjes, zotrin të nderuar, kënaqësi t'ju kem në Breaking. Mirëmëngjes. Do doja të nisnim bisedën tonë me një koment në lidhje me ngjarjet e fundit në Kosovë. Kryeministri ende në detyrë zoti Albin Kurti ka thirrur Këshillin e Sigurisë duke e konsideruar situatën tejet serioze dhe duke dhënë alarmin se nga momenti në moment serbët mund të krijojnë situata destabilizuese sidomos në veri të Kosovës dhe jo më larg se 2 ditë më parë janë arrestuar edhe 16 Serb të cilët kanë qenë të armatosur me armë të ftohta dhe kjo ka sjellë edhe reagimin e presidentit Vučić, i cili ka deklaruar se armët i kishin për përdorim personal. Do doja një opinion tuaj, zoti Spaiu. Po, gjithsesi arrestimi i 16 persona për bërë ngjarje është akoma më tepër që disa nga ata janë punonjës të institucioneve të sigurisë në Serbi dhe arsyetimi për të vizituar një kishë që nuk ekziston më, fjalë për një kishë në Gjakov, të ndërtuar në kohën e Mishëliqit, dhe që më pas gjatë kohës së luftës ose në përfundim të saj është rrafshuar me tokë dhe është bërë park. Dhe tani me qenë në Gjakov nuk jeton më asnjë serb, bëjnë pelegrinazh në këtë vend dhe është më tepër një ngjarje e stisur se sa një thjesht një ceremoni fetare. Por arsyetimet janë një gjë tjetër dhe arsyet e vërteta janë diçka tjetër. Kurse se përket asaj që është një situatë, e situatë vazhdon të jetë një situatë rrezikshme, vazhdon të jetë që prej kohësh një situatë rrezikshme, ndonjëherë kryeministri Kurti përdor këtë edhe për arsye të brendshme, në këtë rast për të bërë presion mbi deputetët minoritarë, ndaj të cilëve po ashtu bëhet presion edhe nga ana e Serbisë për të mos bërë koalicion me Kurtin dhe anën tjetër me qenë se komunitetet jo serbe në Kosovë janë relativisht të mirë të integruara dhe në shoqërinë kosovare dhe kanë raporte të mira me shqiptarët. Kjo është ai bën presion bazës së tyre deleguese përse ata nuk po bëjnë presion, nuk po bëjnë koalicion me apo po mbajnë një çmim të lartë. Pra në një farë mënyrë edhe po përdoret kjo situatë. Po patjetër, edhe kjo është bëhet për qëllim thjesht për t'u zbritur çmimin në pazarin rreth koalicionit potencial. Zoti Lukshini, thirrja e Këshillit të Sigurisë është një kompetencë e kryeministrit që mund ta ushtrojë në momentet që është të arsyeshme. Pse pikërisht në këtë periudhë, në këto momente? Po e tha dhe Nexhmetini që nga pak jemi në situatën politike ku shfrytëzohen gjërat edhe për konsum të brendshëm, ndërkaq sa i përket Serbisë nuk do të jemi të befasuar, domethënë se do të përdorë instrumentet. Por nëse ne jemi shtet, nuk kemi arsye domethënë që thomi që fqiu po na e prish punën brenda familjes tërkohën, domethënë ne duhet të tregojmë të zot ta kontrollojmë situatën nga brenda vet. Kurti nëse vërtet mendon që Serbia po i përdor deputetët e pakicës jo serbe, atëherë ka alternativa, ka partitë politike shqiptare dhe mund t'i menjonoj. Domethënë nuk thuhet ka politika është arts i sëmundshëm, domethënë nëse ata përdorin një instrument, këtu mund ta përdorin një kundër instrument tjetër, domethënë. Këshilli i Sigurisë unë mendoj që pak punë ka në këtë rrafsh, a dën me hyrë qeveri du ta bale apo s'dën me hyrë, domethënë sepse pastaj devalvohet edhe si institucion. Domethënë këtu unë mendoj që është më shumë
fjala për shkallësi dhe për mënyrë të negocimit me partitë politike dhe mbi gjitha unë mendoj që pazarin që thanë Exhi ndoshta e kanë rritë përfaqësuesit e pakicës, domethënë pakicave jo serbe, për faktin që Kurti e ka bërë qartë që nuk do të bëjë koalicion me partitë shqiptare që janë në opozicë. Dhe për të komentuar realisht situatën e sigurisë në Kosovë, duke qenë se gjithë Ballkani po përjeton një situatë tensioni, a rrezikon vërtet Kosova nga sulmet e mundshme serbe, duke qenë se situatë kaotike kemi në Bosnjë, në Maqedoninë e Veriut? Zoti Spahiu, ju si mendoni? Po, patjetër, po këtë e kam thënë vazhdimisht që një rrezik i tillë është i pranishëm tërkohën, përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën, kjo bën që të jetë regioni më fragil në Evropë. Nuk ka armiqësime të madhe se sa tjetër të mosnjohur që ekziston, ta konsideroj zotrimin e një territori jo legjitim, jo legal, siç e konsideron Serbia në shtetin e Kosovës, madje në zotrimin e territorit të Kosovës nga ana e shtetit të Kosovës, Serbia konsideron jo legjitim dhe jo legal dhe në çdo moment përpiqet që ta eliminojë atë. Prandaj ky është një rrezik potencial për paqen dhe sigurinë në rajon. Vetëm një gjë që mund të shmangët është kur të arrihet një marrëveshje e cila bën që Serbia ta njohë Kosovën, megjithëse kjo marrëveshje është arritur, por nuk po zbatohet dhe moszbatimi i saj përbën akoma më tepër rrezik kur një marrëveshje bëhet dhe nuk zbatohet. Zoti Ukshini, ju si e shihni situatën e sigurisë, sidomos në veri të Kosovës, atje ku Kurti të paktën gjatë vitit të fundit të qeverisjes së tij u përpoj shumë që të vendoste legjitimitetin, madje shpeshherë duke krijuar edhe situata të tensionuara me ndërkombëtarët. Është e qartë që Serbia dëshiron një gjë, sepse në konceptin e ndërkombëtarëve kur është zgjidhur çështja e statusit, ka qenë justifikimi legjitim dhe i drejtë që pavarësia e Kosovës prodhon stabilitet në Evropën Juglindore. Kërejt intenca e Serbisë është me që s'ka mund të parandaloj pavarësinë e Kosovës, ta paraqet idenë në publikun ndërkombëtar dhe në qendrën ndërkombëtare të vendosjes se ja shikoni pavarësia e Kosovës nuk po prodhon qetësi, nuk po prodhon. Është e njëjta gjë që kanë ndjekur edhe ndaj Shqipërisë, domethënë mes dy luftra botërore. Nëse nuk mund të ndalesh pavarësinë, atëherë një vend duhet ta insistosh ta destabilizosh. Dhe krejt ideja dhe krejt çështje që ngrit Serbia në dialog, në fakt janë krejt ide për ta zhbë dhe për ta çmontu pakon e atisarit të cila është baza e shtetësisë së Kosovës. Me dinare, me ure, me targa, me të gjitha këto bëhen për ta vështërsu rrugën e Kosovës drejt integrimit evropian. Çështja është sjellja jo serioze dhe jo ambicioze sa duhet e Bashkimit Evropian. Sepse nëse duhet dy vende të aspirojnë në Bashkimin Evropian dhe nëse janë të negociu dy vende, nuk mund është ta zhvillosh dialogun me një stil tjetër ku Bashkimi Evropian takon përfaqësuesit e Palestinës dhe thotë ne angazhohemi për shtetin e Kosovës, ndërkohë kur takon përfaqësuesit e Kosovës thotë ne kemi qëndrim neutral. Ky pozicion i Bashkimit Evropian e favorizon Serbinë dhe mendoj dhe po e përsëris edhe te ju. Çelësi i suksesit të dialogut dhe të normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi pa diskutim është lëvizja e 5 vendeve të BE-s, të cilat që nga viti 2007 nuk janë bashku pozicionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës pas Londrës as Parisit, po janë bashku qëndrimit të Moskës në karshi Kosovës. Dhe kjo tregon që 5 vendet e BE-s, duke mos njohur Kosovën, e minojnë suksesin e Bashkimit Evropian në Ballkan dhe në rajon, respektivisht në Kosovë, dhe ndihmojnë politikën ruse në rajon. Domethënë vetë vendet e BE-s janë shkaktare
për dështimin e politikave perëndimore në Kosovë, respektivisht për dialogun. Në anë tjetër, BE-ja është lehtësuese dialogut dhe nuk mund të cilët më indiferent ndaj Kosovës se sa ndaj Palestinës, sepse natyrisht që u s'po du ta injoroj çështjen e Palestinës, por është një shtjet në lindjen e mesme, ndërkohë që Kosova është në Evropë. Dhe ideja që vendet e Bashkimit Evropian, që fillim është thënë që du të mojnë një qëndrim neutral. Dhe nëse shohim krejt setin mënyra që ka shku njoja e shteteve të reja nga shpërbërja e Jugosllavisë. Nëse ka një vend në kontinentin evropian që plotson parimet e Bashkimit Evropian të 10-vjetorit vitit 1991 për njojën e shteteve, që janë njëkohësisht të sforcuara dhe me vendimet e Badinterit është Kosova. Dhe mbi këtë bazë asnjë arsyetim nuk ka për vendet e Bashkimit Evropian që sillen në këtë formë. Pse po e përdorë këtë, Fiore? Bashkimi Evropian e përdor retorikën integrim evropian që 35 vite. Nuk ka integrim evropian të Kosovës pa njohje nga 5 vendeve. Nuk ka antarësim të Kosovës në NATO pa njohje nga 5 vende. Dhe derisa Serbia nuk e sheh që Kosova po përparon drejt BE-s, po përparon drejt NATO-s, natyrisht që nuk ka ndonjë shtytje të brendshme. Dhe nëse në vitin 2007 ne kemi mund ta paramendojmë që në Këshillin e Sigurimit Rusia do ta pengojë pakon atisor dhe pavarësinë e Kosovës. Ka qenë pa imagjinueshme për mua që në vitin 2024 3 vendet e Bashkimit Evropian të lobojnë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Çfarë kanë bërë me këtë? Serbisi kanë dhënë një bonus të jashtëzakonshëm në kohë kur kishte bërë agresion ushtarak, ato japin një pronësi Serbisë për ta kundërshtuar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Dhe me këtë vetë Bashkimi Evropian e ka vrarë dialogun, respektivisht e ka vrarë marrëveshjen e Ohrit, duke pengu Kosovën të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës. Sikur Kosova të bëjë pjesë e Këshillit të Evropës, do të ishte një impuls për dialogun. Por edhe qasja e BE-s, unë mendoj që është konjunkturale, është klienteliste. Mendoj që pozicioni i BE-s tani është më gjason me fillimin e viteve 1990. Dhe për të kaluar pak më tese sa Kosova, duket se Vučić po bën të gjitha përpjekjet, jo vetëm që të qëndroj në pushtet, por mbi të gjitha të loboj fort dhe të përdor kartën e nacionalizmit, madje tashmë duket një aleancë ngushtë me Dodik, ka kërcënuar vetëm 2 ditë më parë për një aleancë bashku me Dodik me Hungarinë. Si e shihni ju këtë zhvillim, zoti Spahiu? Dhe rolin e Hungarisë në këto zhvillime? Hungaria po bën një digresion nga aleancat e saj historike. Asnjëherë Hungaria nuk është pozicionuar nga palën ruse. Zakonisht ajo ka qenë me palën gjermane, ka qenë në të dy luftrat botërore, ka qenë humbse luftrave botërore, prandaj edhe ka humbur territoret të shumta, pothuajse gjysma e popullsisë së Hungarisë, apo 1/3 e popullsisë hungareze ka mbetur jashtë kufive të Hungarisë, pikërisht për shkak të humbjes së luftrave. Dhe tani ajo është pozicionuar në anën e Rusisë. Është një diçka që është jashtë, si të thajmë, kontekstit historik. Atje nëse është një e vërtet, që këta hungarezët nuk cakrojnë as birrat, sepse nga humbja, kur kanë humbur luftrat dhe armiqtë e tyre kanë cakruar kotat e birrës, kjo në kujtesën e tyre historike, për bën një farë lloj ofendimi kur cakrohen birrat mesht, kur takohen, dhe nuk e bëjnë të gjë. Dhe tash nga ky pozicion duket shumë i panatyrshëm ky koalicion që bën me Rusinë, kurse koalicionit pastaj aleanca me Serbinë në këtë vargj duket krejtësisht e natyrshme.
është një konstelacion i çuditshëm. Tani për shembull, rumunët në anën tjetër gjithmonë kanë qenë aleat historik të Serbisë dhe asnjëherë s'ka pasur konflikt në mes Rumunisë edhe Serbisë, në asnjë prej luftëve botërore edhe në asnjë prej luftëve ballkanike, por përkundrazi kjo ka ndodhur për shkak që Serbia asnjëherë s'ka pasur pretendime territoriale përtej Danubit në anën rumune, domethënë në anën lindore, por hungarezë dhe rumun janë në një konflikt të përhershëm për shkak të Transilvanisë. Dhe tash tu po krijohet një farë konstelacioni kogja i habitshëm përkundër kësaj që për shembull para ca kohe u bë një marrëveshje ushtarake në mes të Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë, që është krejtësisht i natyrshëm dhe krejtësisht historik, si të them. Vetmja gjë është që në këtë marrëveshje mungoi Bullgaria që të plotësonte këtë kuadrin historik të tamam çfarë i përket në një kohë krize të NATO-s, krize të marrëdhënieve në mes të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, e tjerë ku mund të lëvizin pllakat tektonike gjeopolitike, si të them, në rajon. Zoti Vukshini, një pyetje të fundit, duke qenë se përmendi edhe Rusinë, zoti Spahiu. Në këtë situatë ku ende nuk kemi një marrëveshje armëpushimi ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, pavarësisht përpjekjeve dhe orëve të gjata të bisedimeve, a mund dhe a e sheh, le të themi, se mund të ndodhë që Rusia të krijojë një lloj destabiliteti në Ballkan duke përdorur Serbinë? Apo Putin nuk ka interes që të investohet të paktën në këtë moment në Ballkan? Nëse mund ta parafrazoj pak zëvendës presidentin amerikan kur ju tha rreziku vjen nga evropianët. Unë mendoj që në rajon më shumë se rreziku i Rusisë është, e thashë, mungesa e seriozitetit të Bashkimit Evropian. Sepse e di shumë mirë me çfarë entuziazmi ka qenë i proklamuar samiti Selanikut në qershor të vitit 2003. Dhe tani jemi 22 vite më pas, vetëm Kroacia është bë pjesë e Bashkimit Evropian. Ky territor nuk është aq i madh për të lënë, domethënë, jashtë taborit të BE-s, që në fakt tradicionalisht ka sjell probleme dhe një nga problemet më të mëdha që ka sjell në rajon ka qenë Serbia si strëmbullar. Unë mendoj që edhe ajo nervoza ndoshta që është leadershipi i Beogradit është se Serbia në fakt e ka shit një farë heroizmi duke luftuar me civilët kudo, në Kosovë, në Bosnë, por njëkohësisht duke shfrytzuar konjunkturat gjeopolitike, duke shfrytzuar potencën e Rusisë në të gjitha konferencat dhe situatat ndërkombëtare. Dhe është bërë, domethënë, si një komb shumë luftarakshëm, por gjithnjë duke pasur Rusinë. Dhe mendoj që edhe në këtë situatë, këtë farë frenimin që po e bën, Serbia natyrisht që po e përdor rezistencën e vetë Rusisë. Por e thash edhe një herë, ndoshta edhe parë nga perspektiva si kanë rrjedhë raportet mes dy Gjermanive në kohën e luftës së ftohtë. Një nga arsyet pse, domethënë, është kriju stabiliteti ka qenë detanta në nivelin ndërkombëtar, ku gjermanët kanë thënë po mbesim në periferi. Por e përdora këtë që po tash te Serbia, që Kosova po ecë drejt integrimit evropian, po e njohin 5 vendet. Ka një shtytje të mbrëmshme për të lëviz, por kur është kjo çari kaq e madhe brenda Bashkimit Evropian, e shfrytëzon edhe Rusia, edhe Serbia, edhe faktikisht kjo e dobëson, domethënë, vetë pozicionin e perëndimit në rajon dhe e pengon etablimin e suksesit në këtë hapësirë. Ju falenderoj shumë për prezencën dhe për gjitha opinionet që ndat me ne. Kënaqësi biseda me ju. Ditë të mbarë. Kalojmë në publicitet.